Nëse ju mendoni që unë jam një axhami që papritur pa kujtuar, më hyri vete në qef dhe erdha them që hajde se do po bëhem unë kryetar partie, jeni shumë gabuar. Unë nuk jam një axhami, por unë jam një nga ju që mendoj se ne nuk mund dhe nuk duhet ta lëm anijen e Partisë Socialiste të mbytet për shkak të vrimave që kemi hyrë në garë me njëri tjetrin për t'ia hapur. Ja ku jam unë shembulli, betejën e parë për partinë. Jo, nuk e humba. Më lanë rrugëve, më lanë. Më linit e shkallës, më linit futeshat, kujtohet apo jo? Kujtohet? Nuk je. Se unë isha futur, sa isha futur. Këtu, të dyshim. Të dyshim, të e si e kishte emrin më? Unë, Jo, ishte të 13-ta. me atë kryetarin e organizatës. Me Qimin. Qim Dervishin. Jo Qim Dervishin, jo. Kryetari mos i kishte më Musa Ulqinin pyetja. Jo, Musa i po. Për Tiranë, Azizi. Kryetari, Azizi. po jo more i organizatës. Unë vajta tek organizata. Mora Musaj. Jo, ishte se s'më vjen emri. Mere Musa i thoi, kush ishte kryetari i organizatës? I thaj Musa, po. Ku është, ka këtu kjo partia juaj, i thash, në i zyra organizatash? Po ka, tha, pse? Se kishte, atëre kishte dhe quj, ishte dhe në përlagje, po ishte akoma, jo, ishte tentakur. A ishte patronazhimi nga dritarja. Edhe, po, pyrit? Po të nxjerr pak lart. Se jemi këtu në njësim 2 me shtabin organizativ, me gjithë ekipin këtu dhe kemi dhe kryeministrin. Jo, po pse po je kështu që dhe 1 sekond, vetëm 1 sekond. Jo, nuk do të nxjerr me figurë, do të nxjerr vetëm me zë. Nuk flet Musaj, Mendova që isha nuk i flet partisë pa u kref. Musa, si e kishte emrin kryetari i organizatës që më futi mu në parti, kur më qove ti këtu ke dyshi që më qove? Unë them Qim Dervish. Kujtim. Po bravo. Qim Dervish, Jo, nuk ishte Qim Dervish. Po, kryetari i organizatës. Po pra kush ishte? Leonida, jo, ishte gjithë. Musa, bëj një xhiro telefonatash edhe na thuaj. Po. Edhe i them Musa, kemi. Ku filan vend? I thash nesër, unë do të po ndaj me ty se do të taktoj se nuk kisha ose po ngel. Dua të ndarsohem Partisë Socialiste, Musa. Po leta për çam ke marrë se kjo është shaka, jo s'është shaka, është do futen Partinë Socialiste, sa kisha fitu zgjedhjet e 2003. Edhe tha po jo, tha se bën ti këtë, po Musa nesër i thash po më thuj si do hapet kjo dera që të regjistrohem. Po hajde aty te Selia, nuk vite Selia, thash unë dua ke baza. E nëse edhe vetë aty futëm aty brenda gjithë me qef aty, më morën, më gjithu s'dinin këta shkretet se çapo i vinte. Më regjistruan, mirë se erdhen në parti, se këta e kishin kështu, vjen një herë, rrit 3 vjet një herë rritesh, pastaj mas 3 vjetësh shohin si e sjell, pastaj t'japin s'kishte deputeti që duam atë. Edhe mbaroi firmosën atë, dalte dera, i thash unë jam shpall sot kandidaturën për kryetari i Partisë Socialiste. Mas një muaj ishte kongres. O nëne. Gjitha jo kërkesa, hajde këtu, hajde se bësh në zgjedhje lokale, hajde shko atje mbështeta këtë, mbështeta të Ramës Zvi. Evaporuan të tërë, edhe u bë një kështu, u bë një vakum rreth rrotull, vetëm Ben Blushi ishte që i rezistoi vakumit. Musa i e mante vetëm, po prap me një facolet që fshinte pak mollzat, edhe shkoj unë të konferencë. Ku kishte atë të futesh në konferencë? Unë shkoj në Ballç. Aty për të futur në konferencë, unë futesh do ti këtu.
Si s'futem do? Po jo të si antar ti s'ke lidhje fare, ti je një antar i zakonshëm i partisë, ke kohë, nuk mund kandidoj. Ore, unë kam kandidu, si s'mund kandidoj. Por nuk figuron. Do mblidhet si e qushit edhe kryesia, po, jo, kryesia e konferencës ishte një, Kryesia e konferencës. po, do mblidhet kryesia, tha, ishte një shumë i madh, atje në fje, do mblidhet kryesia, tha, edhe do marrë një vendim. Edhe u mblodh kryesia, jashtë kishte njerëz, brenda ishin këta, Arta Dade ishte deleguar aty, ishte ngrysur nga rreziku që po i afrohej partisë, edhe unë kam mbështet, pastaj më vonë kam mbështet. E del ai, mbas saj më zbret poshtë me një copë letër, ma jep. Konferenca vendosi që ju nuk mund të hyni. Edhe atë letër do ta kem diku se pa ta vënë korniz një. Nuk mlinë tyja. Nuk mlinë tyja, pastaj në fund fare më lanë tyja, po më tha Gramozi shiko, tha do hysh, apo aty pastaj tha mos kujtosi do me zi po të presin ty. Ata, traktar, wow. Mos pinjos, mesat, aram, wow. As qa ndof. Në fund fare të kongresis kisha firmat. Duheshin 40 firma për të fut, për të kandidus, t'jep një firma. Ben Blushi, një edhe 2 tjerë, më kujtohet tani. I kam atje në vërdo. Si e firma? Si do... Unë të shkallë të kongresit, këta kalonin, ca më salutonin, ca më takonin, a më bërej që për firma ta... Jo më nga po presë. Ikshin futerin brënda. Esa në fund dhe erdhen një dhanë firma, pam. Mora 6%. 20 e ca vota. I mora 20 e ca vota të sheta. Mora 6%. Dhe 2 vjetë ishte... Jo, që 2 vjetë ishte blackout. E pas ta gjëra të rrë. Shë që ti je këtu brënda, se normalisht me atë partinë e nares atere, dhe ishte në rrugë të shë. Duke prit atje, do kaloja unë, do të largoni, do të thoshin largohë, mërë djallë, largohë, x, piqu njerë, piqu. Apo jo. Sonila që bëhet? Mirë bëta. Kismet Meta. Kismet Meta. Exakt. E shef që dhe Ke të drejtë. Po, Musa, Kismet. Edhe Kismeti mu bë Kismet. Po, exakt. Është akoma. Mu bë Kismet Meta.